Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër dhe motra, kudo që jeni, asalamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Po takohemi me programin e radhës, gjithsesi emisionin e radhës me një temë të veçantë që i kushtohet një ngjarje të veçantë, gjithsesi një notë të veçantë. S'ka dyshim se Zoti i Madhreshëm nga krijesat e tij dalloi njeriu, mesin e njeriu Allahu i Madhreshëm dalloi pejgamberët, mesin e muajve Zoti i Madhreshëm e dalloi muajin e Ramazanit, dhe mesin e nëtëve të vitit Zoti i Madhreshëm e dalloi një natë që është e njohur për gjithë juve, natën e Kadrit. Sonte së bashku me bashkëbiseduesin tim Fahrudinin do të bashkëbisedojmë rreth vlerës, rëndësisë, kuptimit se ta shfrytëzojmë këtë natë, duke pasur parasysh se është nata e cila e ka vlerën më të madhe që mund ta parashikojë njeriu, edhe pse llogaritjet sakta të saj është vështirë me bë. Zoti i Madhreshëm si fillim, kur e ka përmend këtë natë, e ka thujtur si nata më e vlefshme se një muaj. Shpesh herë Farudin kur na bisedojna rreth kësaj nate, shpesh herë thojmë nata e Kadrit është e vlefshme sa një muaj. E harrojna se Zoti në Kur'an po thotë nata e Kadrit është më e vlefshme se një muaj. Vetë ajeti në përkthim është khairun min alfi shahr, më e mirë se sa një muaj. Kjo thuhet se pejgamberi alayhis salam ka tregu për një njeri për Beni Israilve, në kohën e do të thotë gjeneratave para pejgamberit alayhis salam, e thot pejgamberi sa një prej tyre ka luftuar rrugën e Zotit 1000 vjet. Do thotë me punu për dinin e Allahut xhashonu qoftë edhe 1 orë, është sevap i madh, lemo 1000 vjet. Për këtë arsye pejgamberi sa i ka marrë lakmi. Edhe derti pejgamberit alayhis salam gjithmonë u konë që ummeti tina, për veti ka pas xhenetin e garantuar, ama për ummetin e vet e ka pas dert qysh me gjetë forma, qysh me gjetë rrugë, në çfarë mënyre mjau shumë më shumë të mirat sevapet që me fitu xhenetin. Kjo është konë derti pejgamberit sa. Edhe pejgamberi sa është kjo e ka bëu që ky njeri për derisa 1000 vjet ka ecë në rrugën e Zotit, qysh mja bëj ummetit ti se ummetit ti jetojnë 1000 vjet. Na e dim që jeta mesatare është 60-70, që ato është jeta mesatare, na jetojmë sikur njerëzit në të kaluamën me mijëra vjet. Atëherë Allahu xhashonu uja mundson që me zbrit një natë, vetëm një natë, që përmes saj na me arrit shpërblimin e 1000 muajve. Po nolëm pak, ndoshta po besoj që edhe për neve këtu që po bashkëbisedojmë, po edhe për teleshikuesit ata që na përcjellin, është në interes me ditë nata e Kadrit, kuptimi i saj. Unë do të kisha përmend nata e Kadrit, kur them nata e Kadrit, ndryshe nata e vlerës, një prej kuptimeve të saj. Nata e madhështisë, nata e bereqetit, nata e kthimit të Zotit. E kthimit të Zotit i Madhreshëm. Kjo është edhe natë e ta, nëse muj me thonë e takimit me Zotin, robim me Zotin e vet. Po më intereson edhe kuptimi i Kadrit. Do të thonë kur nata e Kadrit me zbërthy këtë nocion, këtë shprehje, në mënyrë që për ata emisioni është për shqipolëset, për ata që kuptojnë gjuhën tonë, me kuptu pak a shumë këtë shprehje të Kuranit pse Zoti e quajti me këtë emër. Po kjo vetë fjala Kadr i ka dy kuptimet, i ka vlerë, nata e vlerës, që për ata që ja dinë, lëmë për veti. Ndërsa për ata që s'ja dinë është për mi ngushëllu, është për mi që thojmë na mi u shkryt, po edhe ka vlerën e caktimit. Për shkak se natën e Kadrit Allah xhashonu e ka bërë caktimin në përgjithësi. Mirë, po në veçanti është caktimi i gjërave që ndodhin do thotë pej vitit në vit. A kjo është më rëndësishme se gjanat nota e vlerës, po besoj që pjesa dërmuese e kanë qartë. Sepse përket që Kadr e ka kuptimin edhe mi caktu gjanat, atëherë kjo është shumë e rëndësishme ndoshta për me kuptuar që Allahu xhashonu këtë natë i paska dhënë shumë funksione. Përveç funksionit që Allah i Madhreshëm e ka bën me kon natë për natëve të Ramazanit, që është këtë në të Ramazanit janë vlefshme, po këtë nata më e vlefshme, po Allahu ja dha vlerën kësaj nate në kuptimin që, për me ngjall pak debatin, kuptimin që kjo natë ndodhet diçka në këtë natë, apo thjesht një prej netëve të Ramazanit, apo ajo që e përmendëm më herët te histori kur Zoti ka dashur m'ia kompenzu. Për sa i përket vlerës, ta veç e cekëm më herët që Allahu po thotë është më e mirë se sa 1000 muaj. Po vlerën më të madhe që e ka kjo natë se pikërisht këtë natë ka filluar zbritja e
Kuranit që Kurani është ajo që ka thonë pejgamberi sa përmes Kuranit Allahu dikon e ngrit, përmes tij dikon e poshtron. E ai që ja din vlerën, një prej caktimeve të kësaj notës, masi veç e ka kuptimin e caktimit, është që njeri a do të jetë i lumtur apo i dëshpëruar. E ai që mundohet me arrit këtë natë, se prej veçorive të kësaj natës është që nuk e dim sakt. Edhe pse ka transmetime që Po sigurisht se do të mbajmë tek po, është natën 27 mirë po, nuk dihet sakt se cila natë është. Për çfarë ata joni është me kërku. E joni është mos mu dorëzu ose me thonë me veçu me një datë caktuar, po me lyp. Unë pëlqej në fjalorin e Koranit, fjalorin e gjuhës arabe, që shalan. Unë pëlqej një prej kuptime natës kodrët, nota e ngushtimit, kuptimin e ngushtimit kur ngushtohet diçka. Është qujt, domethënë me këtë kuptim për shkak nota kodrët, këtë kuptim e ka për shkak se atë natë domethënë ngushtohet toka. Çfarë ngushtohet? Kemë thonë që ka të pejgamberi me zbritjen e melaçe. Domethënë realisht është natë e bereqetshme. Dhe vetë ka thonë pejgamberi son melaçet që zbrisin natën e kodrët janë më shumë se sa atë thërmijat e zallit që janë në tokë. Ç'është numri i madh. Një prej gjonave që e tregon si shej, që është nota e kodit është që dielli a ditë kur lind nuk ka rreze. Ka thonë qysh nuk ka rreze është për qëllim se zbritja e numrit madh të melaçeve që thotë ngushtohet, nota e ngushtimit, zbritja e melaçeve aq shumë numri i madh, ja hup edhe atë rreze. Jazbe, po. Po këtu u përmend që Allahu i Madhreshëm e ka përmend këtë notë Kur'an. Tek ne është e njohur Farudin për shembull natë mëdhaja. Më ka bërë shumë përshtypje që me këtë termin natë mëdhaja në Kur'an shumë është interesant veç nota 4. Bosta asaj që nuk u mujt me lexu, domethënë veç nota e 4 është ajo që përmend tamam nota, për shembull nota e 4 apo nota e që na pe zbërthejmë po them nota e vlerës. Në surën Dukhan shumë bukur Zoti e përmend këtë që tha që Kurani Zoti ka përzgjedhur inna anzalnahu fi lejlatin mubaraka. Domethënë ne kemi zbrit atë Kur'anin në një natë bereqetshme. Subhanallah, shpreha bereqet që përdor populli jon, domethënë natë e mirësive. Natë ku veç hajër ka, veç të mira. Ndoshta e kish vlen më nol pak tek nota bereqetshme, nëse mund të thonë nota bereqetshme çfarë kuptimi? Kuptimin veç që ka zbrit Kur'ani apo qielli, disa vendime të na ekzistojnë që këtë natë qielli çka ti lyp Zoti. Po, është saktë që Zoti çka ti lypsh normal nëse ja paraprin kushtet, të jep në këtë natë, po ajo qëllimi kryesor që në këtë natë bereqetshme është që siç thamë më harët më u kthy Zotit. Ballni më të muj larg Zotit. Nëse kem drejt me thonë, larg Zotit në atë kuptimin që shumë pak bujmë për Zotin. Edhe këtu në këtë natë na zbojnë për Zotin, realisht bujmë për veten tonë. Na përfitojmë. Na e shohim harin se Zoti s'ka nevojë për adhurimet tona. Po këtë natë është e udhës më u kthy Zotit. Është e udhës në këtë natë më lyp mirësitë e kësaj natë. E që është falja e Zotit, që është qëllimi finali i çdo njërit prej neve, që Zoti inshallah na mundson këtë natë me arrit faljen e tina, na fal gjunat që i kem. E ato që Zoti e fal nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Me lut Zotin me na dhon qetësi, në familje, në shoqëri, me ka njerëz që kjo natë me ka një faqe e re për neve me ndru ato të kalumen, deri dje mi kanë kështu, po pesë sotit më unë zgjidhem. Isha ndal Farudin para se po besoj që ja vlen një pikë të veçantë pak mja kushtu pak minuta, se teleshikuesve kur të shohin vlerën e notës të kodrës çfarë vlerë ka, edhe të kuptojnë, janë shumë të interesuar çush me shfrytzu këtë notë, edhe mos më alo asnjë minutë, asnjë sekondë isoj me laik. Isha ndal pak te surja Al-Qadr. Dhe penisi muhabetin në mënyrë që me plotsu kuptimet edhe ato këndvështrimet njëri tjetrit, në mënyrë që tani kur dalëm pas kësaj me dal një hap tjetër se me shfrytzu notën e kodrët dhe çka kështu në mënyrë praktike cilat janë ato detyrat që na mundemi bë. Shumë interesant. Ne zbritëm Kur'anin notën e kodrët. Fillimisht Zoti po na tregon se kemi zbrit Kur'anin notën e kodrët. Ajeti po. Pastaj në formë pyetse. Po që përgjigjja është për Zotit Madhreshëm, jep Zoti vlerën e më të madhe për bëdom në një farë me neve me na të hiq vëmendjen. E çka është puna e notës të kodrët, më thjesht. Pastaj Zoti nuk po lën që ti më dho përgjigjen, apo Muhamedi alayhis salam, apo dikush tjetër.
Po Zoti po na tregon. Nota e kadrit është më e vlefshme se 1.000 muj. Tek 1.000 muj do të mund dal pak. Nëse nalëm 1.000 muj, për afërsisht i bën diku 83 vjet e 4 muj. 1.000 muj nëse nalëm janë domethënë 33.000 net. 3.000 net. Tash nëse llogarisim 3.000 net herë 10, që 10 është starti çdo sevapi. Po llogarisim njëre ka lexuar vesh një shkronjë të Kuranit. 3.000. I ka lexuar 3.000 shkronja. Për një shkronjë të Kuranit, për një sevap, në starti është nga mëshira e Zotit Madhreshëm është 10. Plus në Ramazan që është po 3.000 herë 10, mu dola vetëm te ky minimumi. 3.000 herë 10 bëhet 30.000. Domethënë nëse na vesh një shkronjë të Kuranit e kemi lexuar në Ramazan, na do të më marr me leximin e Kuranit. Po, ha? Këtu do të them, nëse vesh një shkronjë e kemi lexuar, subhanallahu, atëherë çka po ndodh? Po ndodh sikur na kemi lexuar. Që asnjëri prej neve nuk është që bilem diçka nuk din për Kuranit për mësh. Një natë, një kulu Allah, një elhamdulillah. Domethënë, për avërsisht në një shkronjë, po më thonë herë Bismillahirrahmanirrahim. Ose më thonë për shembull surën El-Ikhlas, kul huwallahu. Bashkë me Bismillah, gjatë të 6 shkronja. Gjatë të 6 herë 3.000, herë 10, domethënë realisht në sevap dhe shpërblim jashtëzakonisht i madh. Pastaj ajeti tjetër nota kodit është më e vlefshme se 1.000 muaj. Çka ka tjetër pas nota kodit? Selamun tanazzalu al-malaikatu, zbritja me laçe. Që e përmende, që është numër i madh i tyre. Do thotë kjo Zoti vetë pra edhe çuçek Zoti po na tregon çka ka vlera e saj. Mirë po është Zoti thotë është qetësi. Do e kanë komentuar është qetësi deri në nagim. Çka është qetësi? Do kanë thonë shejtani, na e dim që shejtani në fillim të Ramazanit shejtani të lidh. Po sidomos në këtë natë shumë pak mundet me pas ndikim që mund ndalu prej me ndalu njërin kur don me bë mirë. Kështu që merrem me mend ai njeri që nuk e shfrytëzon këtë natë. Ai njeri që nuk e shfrytëzon këtë natë. I ka krejt shkaqet negative stopume që me enal këto për punëve të mira. Kjo është veç nuk nëse nuk dën. Që ka thonë pejgamberi sa këtë ummet jam do të hyjnë në xhenet për ai që s'dën. Subhanallah. Ka dikush që s'dën ja Rasulullah? Ka dikush që s'dën xhenetin? Ka thonë po. Ai që më respekton mua, ai e dën xhenetin. Ai që s'më respekton mua, ai s'do më hyjnë në xhenet. E qysh me njek pra? Pikërisht për çet natë pejgamberi sa tregohet që ai gjatë gjithë Ramazanit ka bëu ibadet, mirë po 10 ditëshin e fundit, që janë 10 natë të Ramazanit, këto pejgamberi sa është çu vet edhe i ka çu familjar, edhe ka thonë këto net s'ka gjë. Domethënë këto net s'ka me flet, këto net s'ka pushim. Këto është sikur për shembull, nëse të jesëm praktik se na zakonisht siç e përmendë ti më harët që na jemi pak materialista, na dojmë që kur punojmë mund na u paguajmë më herë. Përndryshe me na lën për ma vune kemi problem. Nëse dikush thot njëri që i besohet fjala dhe kur flet nuk është njëri që thën premtimin, thotë që filan ditën çka qura. Ka mu shpërnda për shembull të holla, Nish problem simbolik për marr ose diçka materiale. Çka kishim bëna me për vetis po flasim që kishim me lën veten pa gjumë, me nejt mi marr ato parë. Po familjar çka kishim bë? Me bë diku i kishim thonë me bë me të nxon gjumin, me ujë ku me të nejt me të kfill mos me lën me flet. Se një shpërblim material. Po me marr shpërblimin e 83 vjet e 4 muaj mbrana, jo 24 orësh. Brana në natë. Brana natës. Edhe ato tu ja hek iftarin, ku në iftarit, e do të thotë mas teravive, që kur të llogarish, dalin 4-5 orë, 6 orë dalin në total, për çato orë me fitu shpërblimin për 83 vjet. Po llogarisim që është edhe 8 orë. Po na 8 orë për shembull. 8 orë punojmë çdo ditë për 10 euro ose 5 euro mi marr. Çdo ditë punojmë. A këtu brenda natës me marr shpërblimin e një jetës komplet. Wallahi, s'ka thonë asë pejgamberi sa është shkatruaj që e nxen Ramazanin e nuk i falen gjunahet e se fiton xhenetin. Ka thonë nëse në Ramazan se fiton xhenetin, kur ka me fitu më? Këtë do shta mundol se pavarësisht e elaborove shumë mirë sa i përket domethënë ai ngritja e atij motivit për me punu edhe për mu angazhu gjatë kësaj nate. Ndoshta poshtë udhës shumë e përmend kjo natë
po kuptohet që është muajin e shajt Ramazanit. Dhe njerëzve ju intereson që njerëzit janë goxha demela. Dhe më ka pëlqyer një thonjë një dietarët e ka përshkruar shumë bukur. Kështu thot Allahu i Madhreshëm fillimisht këtë dhurat ja ka lënë vetëm umetit Muhamedit alayhis salam. Në kompenzimin e moshës që është mosha më e vogël, po dhe si dhurat për Muhamedit sa dhe për umetin e tij. E ka lënë muajin e Ramazanit për arsye se Zoti i Madhreshëm kur e ka zbrit Kur'anin, gjithsesi fillimi i zbritjes Kur'anit ka filluar në natën e Kadrit. Po tash është udhës me ditë në cilën natë është nota e Kadrit. Edhe shoqëf këtë transmetimet që kanë ardhur pejgamberi alayhis salam, domethënë kanë variu prej një natën tjetër dhe fillimisht ai muslimani që është i sinqert i devotshëm ai ditë që muajin e Ramazanit komplet vitin po me theks veçantë muajin e Ramazanit. Ka transmetime që është pe fillimit. Po muajin e Ramazanit me shfrytzu komplet. Ai që është i devotshëm, kuptimin i sinqert, që ton vitin angazhohet. Ramazanin komplet është shfrytzuar. Po gjithë nuk janë këtë shkallë. Kështu që xheneti që nuk është vetëm një shkallë, është problem. Atëherë ka njerëz që cilët kanë qef me ditë këtë Ramazanës muajin e kalojnë po pak më janë një muaj pak. Atëherë 10 natë të fundit Ramazanit. Po ka që prap ka njerëz që janë demela, atëherë kërkojnë në 10 natë të fundit amonet tek. Pastaj prap po lypin mshir, apo lypin lehtësim, kërkojnë natën e 25, 27, 29. Po prap kur e shohim ka transmetime se ka pas njerëz që kanë insistuar te pejgamberit alayhis salam, pejgamberi islam ka ludu natën në 27. Tash sigurisht që është më interes me ditë që ndoshta teleshikues tim po tash me 25-ën, atë 27-ën, atë 29-ën, apo 10 natë të fundit. Wallahi unë kjo më pëlqen shumë. Allah i ka desh ashtu. Allah i ka desh. Dhe pejgamberi sa nuk na ka njoftuar sakt me thonë është në çet natë. Mirë po është e udhës që për mos me hub sigurt. Unë mendoj sikur me thonë për shembull një shembull praktik. Autobusi vjen për shembull prej orës 1 deri në ora 5 deri në ora 6 në çet orar vjen. Po zakonisht vjen mas dite, po mundet me ardhur më herët. Kush nuk e hub autobusin, e hub çaj që del prej orës 1 deri në ora 5, ose deri në ora 6, në çat orë se ka çare pa kon. Ama ai që e lën shumë preciz me nxon, ka rrezik që me hub. Me ikën. Por çata edhe këto, Allah i ka dish që na në këtë 10 diç, ose spaku në tek këtij 10 diçit, në qito me shtu sa ma shumë ibadetit, me ka sa ma ofër Zotit, ose me ka njerë që mundon vish përmes një kohë të caktuar me fitua dhe me që duhet me thonë e kryva në gale. Se edhe kjo nuk ne hap garon që a kemi nxon, asnjëri prej neve nuk e dim se a kemi nxon në Ramazanat e kalum natën e Kadrit. Po jemi mundu edhe inshallah Allah na bën të mundur që vazhdimisht më mundu që këtë vetënishin me gjallëru si pejgamberi sa nëse e ka shtrenguar rrypin edhe ajo që na thon si konkluz i asaj ç'a përmend ju dhe ç'a përmend na që do të ishte mirë që komplet në Ramazanit me shfryzu maksimalisht. Dhe s'ka dyshim që ai që shfrytëzon është më rëndësi diçka se ndoshta dikush për ndëgjuesve mundet me na keq kuptuar në atë kuptimin që gjithçysh duhet me bëj ibadet. Se ka do njerë që mundohen me bëj ibadet gjatë Ramazanit, me siguri ke pas edhe përvojë, po tani gjatë ditës në punë nuk është efekt, nuk ka efekt, është i lodhën, është si hap hakin punës, ajo nuk është në rregull. Tash na po besoj që kena me të hapi tjetër kena me fol si me shfrytzu, po na jena të fol që kështu në general. Ai që ka mundësi është udhës me shfrytzu. Në general nuk ka kusht tash mos të flajt të sa njëri do të më flajt për muzhum, po qëllimi është që edhe çaj gjumë është ibadet nëse ka njerëz që më forcu për nëse arrin natën në lutje me bon, apo nëse në sure lexon të shkurt e lexon, po ja qëllon në momentin kur është nota e 4 çat notë, sigurisht se kish probleme sikur ke lexu ta 3 vjet e 4 muaj. Po ajo çka unë ndoshta më thon që me dorë televizion që nëse i shfrytëzojmë komplet në atë Ramazanit, ashtu qysh Zoti ka porositur dhe pejgamberi alayhis salam me ibadet dhe adhurim me një të mirë, qëllim të mirë që thotë edhe me angazhim gjatë ditës, të ja bashkangjit domthon dita e natës që janë pjesë, atëherë çka, domthon ai sigurt e ka mbri natën e 4. Po nëse nuk ka mundësi me bëni gjallë tillë, atëherë le të kushton rëndësi shumë 10 natë të fundit. Dhe mbas transmetimeve që kanë ardhur dhe aludimet që pejgamberi ka dhënë shaj ka në të tek,
atëherë mund të themi që ajo lëviz mund të ketë vetë me kon për shembull natën 25, vitin tjetër 27, tjetër 29 ose domethënë me pas ndrrime dhe po besoj rasti kur ka hi pejgamberi alayhis salam në xhami, ashta këtu është e udhës me përmend, edhe i ka pasur 2 vetë të fjalues. Edhe po ju thot pejgamberi alayhis salam erdha më tregu kur është nota 4, po iku prej meje. Në atë kuptim përse filon dhe filon në fjalës, ashta kjo është në mëshirën e Zotit. Po është mëshira e Zotit, po është një simbolik e mirë se ku po dëmë na thot pejgamberi se bereqeti hub kur mesin e ummetit Muhamedit, ose mesin e njerëzve ka ngatresa, ka probleme, ka të lashe. Edhe aspekti tjetër, po do më nalon një lloj se që mu angazhu pak, që njëri kur fiton edhe pasuninë me djers, ja den vlerën më shumë. A kur i vjen që thonë këtu, si pi qiellit mi pik, është pak më ndryshe. Edhe tjetra po don që mos më bona demela. Atë kuptimin po do të mu angazhu. Dhe ai që angazhohet sigurisht që ka më mri notën e 4. Patjetër, po ky angazhimi na tham edhe më herët që është i lloj-llojshëm. Dikush mundet më thonë unë s'di me lexu Kur'an. Po le të lexon shqip, po nuk di me lexu shqip ose nuk e kënaq me lexu shqip. Mo një prej forma leximi Kur'anit. Po, një prej aktiviteteve që duhet me gjallëru natën e 4 me adhurim është leximi i Kur'anit, se pikërisht këtë natë ka filluar zbritja e tina. Tjetër është një lloj përvjetori. Se mund të themi një lloj disa, a ke për këto përvjetore kemi mësuar shumë këto përvjetore. Po, mi kujtu, në një lloj përvjetori, një lloj, si më thonë, një lloj festivali përderisa vin ka shumë që vjen Xhibrili. Po, është e udhës që ky përvjetor më na i kujtu që të Kur'anin që duhet me marr me lexu, nuk duhet me marr me lexu vetëm një herë në vit, është e udhës më na i kujtu që nuk e kemi Kur'anin për me majt në rafta, nuk e kemi Kur'anin me varr pas syre të kerrit me na rujt, po e kemi Kur'anin për më marr më shpesh me ta. Kjo edhe një prej mësimeve të mëdha të notës 4 është mja ditë vlerën Kur'anit. Tjetra është Kur'ani natën e 4 duhet me gjallëru me dua, me lutje të Zotit. Lexon Kur'an, lexon dikur edhe llojshmëria në ibadet kërkohet. Kanë ardhur në farforme njëri sikur e humb fort lezetin gjatë nëse s'ka aktivitet në ibadet, tamam. Është udhës lexon Kur'an, quhet i fal 2 rekate namaz. Mas 2 rekate namaz, bën dua te Zoti, bën dhikr, do thotë llojshmëria e ibadetit. Për çata kur është fjalët e namazit natës, këtë natë është mirë, do thotë me fal namaz natë, është mirë, më mundu do thotë me i fal më gjatë, me i fal me përkushtim, çato çka din me lexu për Kur'anit. Te lutja më kujtoi në rast më ka pëlqyer një njerëz zakon, çdo herë kur mendoj që është natën, cilën mendoj që është nota 4, paraprakisht e bëj një listë. Edhe i shënoj komplet njerëzit për cilët kam u lut për ta. Filoni. Filloj me njerëzve të cilët ndoshta i kum hyrë dikujt në hak. Lutna për ta. Për anëtarët të familjes, natyrisht prindet në rand parë, pastaj anëtarët tjerë të familjes, shok, dashamir, vllaznillak, farefis, njerëz që lidh puna, aktiviteti me ta, daveti, thila në rrugën e Zotit, gjithë e bëjnë një listë jashtëzakonisht. Për arsye se harron njëri, thotë dhe për secilin e bëj kaj lutje të sinqertë. Më ka pëlqyer pa mos. Dhe ajo që përmendet i lutja, rasti për shembull Aisha, radiallahu anha kur i ka thënë pejgamberit sa ja Rasulullah, nëse jemi sigurt që është nota 27 apo kjo natë, nëse ja qelloj që kjo është, Zoti më jap sukses edhe për mri natë 4. Atëherë çka më thon? Pejgamberi sa më ka mësuar lutjen shumë bukur. Ka thënë Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thon o Allah, ti fal si madh. E don faljen, falu mu. Më thon 2-3 fjali. Po shef me ju tregu teleshikuesve se ndoshta nuk e din disa, është më rëndësi te lutja. Shkon një herë një shok i pejgamberit sa më i thotë i dërguar me Zotit. Unë kur po fal namaz natës, si ka thonë veç natën e 4, se këta e kanë fal çdo natë namazin e natës, kanë bëj ibadet. Ka thonë kur po fal në natën, kjo është për më pranu Zoti lutjet. Forma çush më pranu Zoti lutjet, ka thonë kur po lut natë Zoti, në fillim lutjes, sikur ai që ka thonë pishti me emra në listë kush për kënd çka mu lut, thotë fillimin e lutjes peçoj përshëndetje për ty. Salavat, me thonë Allahumma salli ala Muhammad. Përshëndetje ndaj pejgamberit alayhis salam, që është shumë sevap i madh se nëse na një herë i çojmë përshëndetje pejgamberit son, Zoti 10 herë na fal neve. Na një herë atë falim. 10 herë na fal neve Zoti. Para më çfarë shpërblimi, na po përfitojmë. E pi thot ky pejgamberi alayhis salam, po ta veçoj në lutjen i kohë.
po jo këtë lutjen. Pi thot pejgamberi sa nëse bën më shumë përshëndetje për mu, thot është më mirë për ty. Do thot më shumë se çat pjesë. Pi thot po ta bëj gjysën. Pi thot pejgamberi sa nëse shton më shumë, është më mirë për ty. Ti përfiton. Pi thot oj dërguami i Zotit, këtë lutjen që e bëj veç përshëndetje ku me çut ty. Kamaron salavat. Veç salavat, s'ku më lut diçka tjetër. Falem ato, veç ty ku me çu përshëndetje. Këtë lutjen, pi thot pejgamberi sa më sa interesant. Yekfika Allahu hammek wa yaghfira laka Allahu dhanbek. Nëse e bën çit formë, më çon salavat e mu. Vazhdimisht Zoti ty të mjafton këtë galet, problemet, hallet, dertë që ai ki, ti zgjedh me ti largu, edhe gjinoha që ai ki ti fal. Subhanallahu. Por çfarë këtë natë është mirë edhe salavat me çu pejgamberit sa vazhdimisht. Këtu doshta më thon, dietarët e kishin diskutuar shumë mirë, kishin thonë kur e ka pyet Aisha pejgamberin sa nëse e arri këtë natë, çka më bën lutjen që përmenda më herët. Dhe shumë interesant që thonë, kur ka qëllime që sahabit, këtë rast Aisha, dhe roli i tyre në kon veç me bon lutje. Po se zakonisht ka qenë traditë e sahabëve, njerëzve të mirë, ku është pejgamberi sa që ata janë angazhu gjatë ditës, gjatë natës, kanë kryer lëshmëri që përmendet e namazet, ibadetet çmta, po lutjen e kanë llogaritë, domethënë ai kulmi që me lut Zotin, më nai pranu ato ibadetet, adhurimet tjera që i kena bërë, domethënë ai kulmi që thonë ata, që thonë ja bën aminin në fund aftën, edhe pejgamberi sa e ka përmend një prizmë, një aspekt domethënë lutjes, faljen e Zotit. Për arsye se Zoti ato që fol Zoti, natyrisht ai është shumë e udhës edhe e mëshiron. Ato që mëshiron e fol Allahu, dhe nëse emrim na faljen e Zotit, se sado që në fundit nota e kadrët Zoti ka dashur me na dhënë dhurat. Po çes për emrim notën e kadrët, po ka mundësi me kon nota e fundit. Prandaj nëse kemi fituar na faljen e Zotit, atëherë kemi në farforme e kemi fituar falje sa kanë me jetu një jetë njerit. Ai që falet normalisht problemi është gjeneti. Unë kam një thirrje, masi veç po më duket që jemi në fund të emisionit. E kam një thirrje për gjithë, po edhe për veten më shumti, me shfrytzu. Se nota e kadrit është funi i Ramazanit. Nota e kadrit është shkojmë me gjëra konkrete, 1 2 3 edhe ta përmbyllim. Është siç e përmendëm, do thotë leximi i Kuranit, kërkim falje, istikfari, duaja, sadaka, ndihma tjetër, çdo lloj të mirë që na kujtohet me bën këtë natë. Ta shfrytëzojmë, se është funi i Ramazanit. Siç edhe e the, çysh vjen funi që është përfundimi, do thotë. Nëse ky fund na nxen më të mira, atëherë shaj që na kemi përfunduar mirë. Neve kur na vin zakonisht gërbeqart, kur na vin musafir, kur i afrohen ditët e fundit atij që ka më shku, ç'a bëjmë? Mundohemi me gjitha çka kemi para vetes. Mundom ja çit atina se po shkon. E njëjta është me Ramazan. Kur ti vjen funi, mundov maksimumin me dhon, shfrytëzoj ato që as e ke shfrytëzuar. Se është funi. Për këtë arsye kur ka shku në kohën e marrëveshjes së Hudejbijës, vllai Khalid ibn Walidit u kon musliman para Khalid ibn Walidit. Edhe Khalid ibn Walidi s'u kon musliman. Ja ka shkruar një letër vllaut vet në Mekë. Ka thonë: "O Khalid, sot mirat kanë ikë, sa sevapet kanë ikë, sa nejat me pejgamberin kanë ikë, sa pja përmend mirat që i kanë ikë, se s'u kon musliman Khalidi." Ka thonë të kisha lut, mos hop kohë më shumë, shfrytëzoje. Kjo letër bëhet shkak e pranon Islamin Khalidi, edhe bëhet shembull këtë kohën deri në fund jetës tij u mundu me kompenzuar ato që ai ka humbur më herët. Edhe na të mundohem me shfrytëzu se buaki të kalumet si kena shfrytëzu mirë, të shfrytëzojmë bëlem shtat. Sigurisht se edhe me atë njëjtën që notën e kadrët u përmend gjatë emisionit që Zoti i Madhreshëm i cakton riskun me laçja vdekjes, secila me laçja pranon atë listën punë që kam i kry. Mesin e tyre është me laçja vdekjes që pranon listën e atyre persona të cilët kanë me vdek dhe ata që janë atë listë sigurisht se nuk e mrin Ramazanin e ardhshëm dhe kuptohet që nuk e mrin edhe natën e kadrët. Porosia nga ana jote dhe ime për gjithë teleshikuesit është që të mundohemi ta shfrytëzojmë Ramazanin komplet, mundësisht ta kërkojmë edhe natën e kadrët dhe në të fundit dhe të lutim Zotin e Madhreshëm për falje, mos harrojmë se nata e kadrët është një amnesti apo falje përgjithshme nga ana e Zotit të Madhreshëm. Zoti na i fal gabimet, lëshimet, na i pranoft ibadetet, adhurimet kudo që jeni. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju shoqëroft paqja dhe mëshira e Zotit.